Dje në ora 10:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 59 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar nga një person juridik nga Tetova, pronë e një qytetari nga Turqia. Sipas denoncimit, në janar të vitit 2026, ai kishte rënë dakord për blerjen e një tepiu për një objekt fetar nga Italia për shumën prej 4.500 eurove. Me çrast ka paguar një avans prej 3.000 eurosh, por deri në momentin e denoncimit, personi as nuk e ka sjellë tepiun sipas marrëveshjes e as nuk i ka kthyer parat. Dje në ora 13:45, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprakse në shtëpinë e tij, ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj nënës së tij, 59 vjeçare. Gjatë privimit në shtëpinë e tij është gjetur dhe konfiskuar një kavanos me marihuanë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Dje zyrtarët policor nga departamenti policor i Çegranit kanë arrestuar një 48 vjeçar nga Gostivari, i cili kërkoi në bazë të urdhëresës gjyqësore për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 284 A të Kodit Penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Sot në ora 1 pas mesnate, gjatë një kontrolli në një objekt hotelerik në rrugën Ilinden në Gostivar, zyrtar policor nga departamenti për punë të brendshme Gostivar nga Kosova kanë arrestuar një 38 vjeçar nga Shqipëria dhe një 43 vjeçar nga Kosova për shkak të qëndrimit të padeklaruar në vend, ndërsa një 48 vjeçar nga Kosova është arrestuar për shkak të punës ilegale dhe qëndrimit në kundërshtim me qëllimin. Ata janë ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Sot në ora 6 të mëngjesit, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar një 38 vjeçar dhe një 40 vjeçar sepse kanë prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive në rrugën Vëllezrit Miladinovski. Gjatë kontrollit të evidencës është konstatuar se për njërin prej tyre ka një fletares qendror aktiv për vuajtje të dënimit me burg në kozgjatje prej 6 muajsh për vepër penale të kryer sipas nenit 235 të Kodit Penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues Burgu i Idrizovës në Shkup për vuajtje të dënimit. Sot në ora 4:05 të mëngjesit në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar një 53 vjeçar dhe një 30 vjeçar nga Tetova, sepse kanë prishur rendin dhe qetësinë publike, duke lëshuar muzikë të lartë. Pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të vijojë parashtresë përkatëse.